specialist i sigurisë informatike. Përdorimi i gjerë i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në të gjitha fushat e biznesit dhe jetës ka sjellë bashkë me avantazhet dhe rrezikun e sulmeve kibernetike. Një nga profesionistët që parandalon këto rreziqe është specialisti i sigurisë informatike. Ky pozicion ushtrohet si nga burrat dhe nga gratë. Specialisti i sigurisë informatike ruan të dhënat e një ndërmarrjeje në një depo virtuale të paprekshme nga persona të paautorizuar dhe mbikëqyr sigurinë e përdorimit dhe transmetimeve të dhënave. Për shembull, baza e të dhënave me notat e nxënësve të shkollës duhet të përdoret nga mësuesit në rastin e hedhjes së tyre dhe nxënësi apo nxënësja duhet të jenë në gjendje të shohin vetëm notën e vet. Për të arritur këtë, pas krijimit të depos së sigurt për të dhënat dhe menaxhimin e profileve të përdoruesve, specialisti i sigurisë informatike kryen kontrolle për mbrojtjen dhe funksionimin e sistemeve të informacionit që i mbajnë këto të dhëna. Një hap tjetër është menaxhimi i rreziqeve të tilla të sistemit, si sulmi i qëllimshëm i personave që nuk janë të autorizuar apo dhe rrjedhja e informacioni nga pakujdesia. Për shembull, në rastin e ndërmarrjeve që hostojnë faqe interneti apo menaxhojnë të dhëna. Për analizimin e situatës, ai mund të kryejë prova të kontrolluara për të identifikuar aspektet e brishta të sigurisë. Mbas përcaktimit të nevojave dhe dobësive, ky specialist zhvillon dhe aplikon masat e sigurisë të sistemeve informatike, për shembull duke ndërtuar firewalls, antiviruse e të tjerë. Cikli i punës vazhdon me kryerjen e backupit të sistemit dhe paraqitjes së raporteve teknike që pasurojnë gjendjen e sistemeve, rreziqet e hasura dhe rezultatet e masave të sigurisë. Të gjitha këto procese kryhen në dialog me personelin dhe klientët. Kështu, për specialistin e sigurisë informatike, janë të rëndësishme jo vetëm ndjekja me saktësi e rrjedhjes së punës dhe aftësia për të gjetur zgjidhje teknike, por edhe informimi dhe trajnimi i stafit mbi çështjet e sigurisë. Në këtë kuptim, me kohë zhvillohen jo vetëm aftësi teknike, por edhe ato të komunikimit. Bazat e këtij informacioni merren në shkollat e mesme profesionale ose në studime universitare me fokus shkencat kompjuterike dhe sigurinë e sistemeve informatike. Specialisti i sigurisë kompjuterike punon në telekomunikacion, banka, korporata të mëdha, ndërmarrje të specializuara të mbajtjes së sistemeve kompjuterike e të tjerë. Pra në ato ndërmarrje dhe institucione që kanë sasi të rëndësishme të dhënash që duhen ruajtur dhe administruar. Mundësitë për të përparuar në karrierë lidhen po me informatikën. Për shembull, mund të bëhesh drejtues i departamentit të sigurisë informatike, apo të punosh si profesionist i lirë ose konsulent i specializuar. Jam Iva dhe për disa vitesh kam mbaruar bachelorin, por informacionet që kisha aty nuk më mjaftuan për të hyrë në tregun e punës. Që ndjeva të nevojshme të merrja disa certifikime ndërkombëtare tek Akademia e Cisco-s. Unë mund t'i rekomandoj të gjithë të rinjt për t'u specializuar sepse ardhmja është teknologjia.